Erdhëm, u rikthyem dhe Odeta Gjevori na është bashkuar në studio. Jam e sigurt që kur ta shihni kështu kaq të zbukuruar, nuk do ta njihni me atë që shihni në ekran. Është pa kollaren e saj sot, por duket copi ylli. Odeta Gjevori, mirëmëngjes. Kënaqësi. Mirëmëngjes Romina, duroj suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit çiftit. Faleminderit. Me këmbë të mbar qofsh edhe ti. Dakor. Si ke qenë? Mirë. Ka lodhur pak kjo puna e gazetarisë investigative, gjithmonë në krye detyrës? Lodhje. Tani është bërë stil jete, kupton? Nuk është se... Është pak rutinë, kam vështirë. Po, është bërë rutinë, domethënë, të kesh 10 vitet e fundit që të bësh këtë lloj gazetarie, si di, nuk jeton dot ndryshe. Është vështirë, besoj, po. Ke filluar e shet dot veten, e një veten kur je pa kostumin dhe pa kollaren e profesionit që ti ke gjithkohës? Nuk është se ndryshoj shumë nga ana e karakterit. E drejt, kjo po. Thjesht ajo mund të jetë ai hija rënd me kollaren, që ta atribuon vetë uniforma, domethënë, pastaj karakteri mbetet njësoj. Tani jo me këtë, sidomos te kjo foto ja. Jo me këtë, që kam dalë si realizmi socialist. Jo, kjo është simbolike faktikisht, është simbolike. Kush e kupton, kush tremet më mirë, kush e kupton, kush se kupton, dhe e kuptoj, është simbolik. Po, dhe është fik të karakterizohet komplet në tipin që ti ke. Dhe pse duhet të themi që në rrjetet sociale Odeta është komplet jashtë profesionit të saj. Nuk kam komentuar dhe juve. Çfarë ke thënë për ne së pasu? Jo, domethënë për çiftin, për përgjithësi për show, domethënë kur komentohet, domethënë. Okej, se u trëmbëm. Jo. Si e gjetë veten në gazetarinë investigative? Deri diku është një profil që është i vështirë, sidomos në Shqipëri. Krisa, rastësisht. Fillimisht, si e gjeta veten te gazetaria, domethënë kisha 2 drejtime të ndryshme, ose do të drejtohesha mjekësisë, domethënë kisha fituar infermierin aso kohë. U përgatita për gjuhën e huaj, gjitha këto gjërat, fillon planet, ato kurset e kimisë, biologjisë, gjitha kështu, ndërkohë fitoj gazetarin. Ishte rishtas në Universitetin Aleksandr Xhuvani në Elbasan. Tani unë kam të 3 dhe s'di se këtë shikoj. Nga ju? Ka duash, me radhë. Dhe, do me thonë, më doli ajo si opcion i parë. Pastaj e dyta, e fitova dhe degën e dytë, por kur pash staturën një gazetari dhe një infermieri, të dy janë punë kështu 24 orëshe, ta themi, se neve mbyllim punën, po jemi gjithmonë tension se çfarë do bëjmë nesër. Patjetër. Edhe e updateuar çfarë. Më pëlqeu kjo gazetari, sepse është biçim kështu artistlëku gazetaria, duhet ta kesh dhe çik të lindur. Unë besoj që hershëm e kam pasur këtë gjë, por që ndryshe nga natyra ime ku jam sot. Kam qenë një vajzë, domethënë gjithë ato personat e gjimnaziumit më njohin, një vajzë e qetë. E kisha batutën, po nuk e vija në përdorim apo atë dafologjin time. Por që më kanë ndihmuar shumë radioja. Domethënë, unë pasi fitova gazetarin, fillova të investohesha gazetaria, domethënë, jo rastësisht, sepse unë shoh dhe shumë vajza të rinj që adaptohen tek mediat. Domethënë, pëlqejnë, dëgjojnë, kanë atë pasion. Unë nuk e them dot që 16 vjeç unë mund të kem dëgjuar radio apo televizion. Sa po futa ke gazetaria, fillova që t'i ndiqja që gjithë, fillova të lexoja gazetën. Si 100 vjeçare. Atë gazetën e letrës. Të gjithë me gazetë nisim, kisha nis profesionin tamam, lexon gazetat. Lexonin gazetat, pastaj filluam këto emisionet radiofonike, por që ke parë që kisha dhe një zot mirë, më falni për modestinë. Jo, realisht e ke. Po më thanë, po merru herë me radion. Fillimisht e fillova te gazetaria serioze. Ta themi tek ato fleshet informative, sepse ishte vetë timbri i zërit. Dhe çuditërisht, unë isha si ai baritoni, po kisha një koleg që ai ishte kështu, si për kanto. Dhe në prezantimet tona të para thonim gjithmonë, do ta përshëndes, që ndoshta e njihni, Odeta Gjevori dhe kujtim të Puzi, ai e zgjaste sepse ishte atë pjesa, ishte e kantos. Kujtimi. E përshëndesim. E kam pasur klasë te gazetaria në qytetin e Elbasanit, pastaj gazetaria u zhvillua dhe vetë si deg. Fatkeqësisht duhet ta them që sot nuk ekziston si deg dhe mu vjen shumë keq, sepse nuk është më në Elbasan. Nuk është më në Elbasan dhe studentin e fundit jam krenare që kam marrë nga Elbasani, sepse ishte kështu, Romina ishte ironi fati, dhe më thënë, konkuronte e shkreta për gazetaria, kishte shumë pasion, por nuk i plotësonte dot, dhe më thënë, nuk plotësoheshe numri i studentëve. Dhe e tërhoqa, bashkë me emision investigativ Stop, dhe e regjistruan me qytetin, dhe më thënë, e regjistruan Universitetin e Tiranës. Sa mirë.
Por du të them që atyre gazetaria ishte në trendin e vetë, dhe me thënë, kishte shumë student, unë bë shumë qefi që gjithë brezim, dhe me thënë një asaj kohë. Ishte vështirë për gjetur puna të periudhës pikasje? Dëgjoj, neve kemi pasur një radio universiteti, 102 MHz, se maj akoma frekuencën men, dhe dhe me thënë aty ishte një lloj laboratori që fillimisht dhe me thënë përzgjidheshim. Unë isha studente e vitit të parë aso kohë, menaxhoj nga viti 2 apo i 3, po duke qenë se Pikasa në element si zëri e kështu dhe më morën. E qëndrova, unë pa atëherë isha kështu, thash ajo vajza urt, ajo që lexon lajmet, fleshin e kështu, më tha, po ti je batut më vlla, pse nuk vazhdon që të do të bësh një emision tëndin. Fillova një emision, pastaj mbas atij emisioni fillun të tjera dhe keni parë që ngjonin këto radiot lokale, edhe si duket, sepse kjo ishte një radio licencuar, por pa marketing, pa reklama. Ishte thjesht studentore. Radio Universiteti. Aso kohë që zgjati shumë pak, kisha ambientet e radios, brenda Universitetit Aleksandri Xhuvani, dhe aty pastaj filluan radiot e tjera, po mirë, fillova herë kështu si me shaka. Gjithmonë kam pas shef emisionet e mëngjesit, radio. Sepse mendoj që, se di, çuditërisht, për ironi, jam tip që shkoj gjithmonë kështu në bërë intervista ose në një vend vonë, por mëngjesi nuk e di se më hapte syt që mëngjes. Është energjia. Ajo muzika, ajo përzgjedhja dhe më kanë ndjekur pothuajse 5 vite rresht emision mëngjesi. Në çdo radio, do të thënë nga një radio ping-pong ke tjetra, sepse kisha dhe luksin pastaj që filloni referencat pastaj. Isha, do të thënë, po, isha trendi kohës, edhe e luaj edhe këtë pjesën, do të thënë, nga një radio ke tjetra, kam punuar dhe pastaj radio televizion, sepse mediat në qytetin e Elbasanit kanë qenë shumë aktive si media. Do të thënë nëse do t'i krahasonim me qytetet të tjera, në Elbasan ka pas 2-3 televizione, ka pas 2-3 radio, them ka pas sepse sot nuk janë, me daljen e rrjeteve sociale, do të thënë ka rënë ai fluksi, po ka pas një gazetari të mirëfillt. Dhe unë për mua ka qenë shkollë, do me thënë, nga një radio ke tjetra, nga një frekuencë ke tjetra. Ishte kalimin e ekran, pastaj nga radio në ekran, fillove direkt me gazetari investigative, apo paten në emision tjetër? Jo, Romina, unë bëja një emision mëngjesi çdo ditë, 2 orë, 7 deri në orën 9. Dhe te ka emisioni, kisha fut lamishmëri rubrikash. Do me thënë, element të showut, po dhe të informimit në mëngjes. Sepse dihet, mëngjes lexon gazetat, po jo me ato vetlat e bashkëpunimit që thoja unë, lexonim gazetat, po duke komentu, apo duke u marrë me lajmin e ditës. I jepja shumë rëndësi të ftuarit. Pastaj edhe rubrika të tjera, dhe mendova të nevojshme, në moment gjithë të periudhën e kam vazhduar në shkollë, sepse thash jam angazhuar gjithë kohës në shkollë. Pastaj më desh që të vazhdoja masterin në Tiranë. Masterin shkencor, ishte deg që hapeshe rishtas, në më thënë, si formul 3+2 dhe në më thënë erdha në Tiranë. Momentin që erdha në Tiranë pastaj, mu desh që ta shkëpusja emisionin tim, sepse do merresha me studimet, por ama për të mos shkëput ata audiencën edhe lokale, të shtunë të diel, vendosa që të bëj këtë emisionin tim që bëja çdo 2 orë, e bëja 4 orë, 8 orë, do më thënë çdo fundjavë, nga ora 8 mëngjes deri në orën 12. Tani me çfarë do e mbushje këtë? E mbushje me rubrikë gatimi, e mbushje me rubrikë fëmijësh, do më thënë me një rubrikë sportive, përveç informimit që ishte 2 orë, dhe kështu pastaj kjo filloi të pëlqejeshë nga radio. Ja thash, jam pse bëjnë televizion këta, no? Pse jo të ke fundit? Shumë e kishë zgjatur më. Po. Dhe në fakt e bëra në televizion, por e bëra në një emision radiofonik, radio televiziv. Dhe unë, do më thënë, nuk e kisha problem që t'i mbaja kufje dhe në ekran, sepse më pëlqente, doja unë diqa ritmin. Po, asë që t'i jesë ka. Tek ai 4 orë, tek ajo dhoma, ndoshta 3x3, unë bëja emisionin radio-televiziv që filloi Odeta Weekend Show. Një dhe podcasti mund t'a qojmë? Podcast. Podcast, ku nuk djerë se qa ishte podcast. Ase se dija, po qëlloj. Doli rrugës. Dhe ajo më dha shumë popularitet, sepse isha shumë aktive, të ftuarit promovoheshin, paka shumë si që janë podcastet sot, apo emisionet. Pastaj, duke qenë lokalizim, qytetin e Elbasanit, nuk është, isha e vetmja e para dhe jam shumë, do me thënë, shumë krenar për këtë pjesë, që e kam, se është i qik shablon kjo pjesa krenar, nuk doja gjia i fjalë tjetër, po kjo më erdhi. Dhe, do me thënë aty. Pastaj, me kalimin e kohës, me kalimin e moshës, mu besua drejtimi i një televizioni lokal që u hapë. Ishte i qikë vështirë që ta drejtoje, sepse... Falë që po të ndërpres, te Radio Kleja ke punu gjë?
Unë kam punuar, po. Është një ndër. Do më thonë, e kam filluar tek radio... Duket se ka punuar te Radio Klea. E kam filluar tek Radio Universiteti, po, zërin tim. E kam filluar tek Radio Universiteti. Pastaj arrita tek Alfa Radio. Aty do më thonë, jam shumë e historik, jam e dokumenta, kur thot ai. Sepse më zgjodhen tek libri i... Kisha 6 muaj, do më thonë që punoja aty, po nga gjithë ato stafi, aty Pikasa dhe, do më thonë, ai autori Arben Muka, që ka 70 radio në 70 vite, do më thonë Pikasi, ti tha, nuk e di, do bësh elementa, e kam i përshtypje, tha, do të fusë këtu, tha, te kemrat. Nuk e di, se di, ishtë di vetëm librin. Dhe nga radio, do me thënë, Alfa, pastaj vajta ke Klea, pastaj vajta tek një Alsion Radio, pastaj vajta Radio Televizioni Ignatja, kjo ngritja në detyrë. Pastaj u hap një televizion tjetër, Best Channel, Mund Qëndër, të Kalas, aty, të Kalaja, dhe aty mu besua drejtimi i televizionit. Nuk është se zgjati shumë, 8 muaj me thënë të drejtën, isha e pa mundur të drejtoj aty që fusje vetë në punë, që ta keni parasysh nga unë. Nëse ju besohet diçka, mos u merrni me punësime, se nuk i kërkoni do të llogari pastaj. Aty unë bëja drejtorin e lajmeve, por njëkohësisht punoja dhe tek Aldo Morning Show. E përshëndes Aldon, faktikisht kishin shumë lidhje njëra tjetrën, po unë e doja këtë punë sepse thoja një është media kombëtare, dyta 7 deri në orën 10, pastaj kishim dhe ato ironirat e lezetshme me Aldon që ai hithte unë e prisja, pastaj kishim të dy, po dhe ka qenë domethënë në trend atëherë dhe Aldo në atë periudhë. Po. Se s'kan qenë këto rrjetet sociale dhe këto gjëra që ti venisin pak mjetet e komunikimit masiv siç është radio apo televizioni. Dhe, do me thonë, magji, 7 deri në orën 10 unë punoja tek Aldo Morning Show, pastaj 10 pjesën tjetër të ditës isha tek lajmet, kam provuar dhe forcën e lajmeve, dhe kështu pastaj eci gjëja, derisa doli... U stacionove këtu. Tek stopi, shumë rastësisht, sepse unë i kisha prek këto, deri diku zhanret e gazetarisë, kupton radio, televizion, po ke moderimi, ke këto show, ke gallatat, por edhe ndonjë fushat elektorale, sepse vjet ke lokali jepet më, tek media lokali jepet më seriozitet. Por investigimin apo terrenin jo. Nuk ishe njohur? Jo, do me thënë kisha të figurën time, sepse isha me gazetari në kuptimin e isha e profilizuar, si që mjede ti, do me thënë gazetare në profesion, por ideja është që nuk e kisha provuar terrenin. Dhe tani, jo se nuk e kisha provu terrenin, se nuk e bëja dot. Po kisha fillu ke maja, do me thënë të dilja në studio dhe pasaj prova terrenin. Ka qenë rastësisht, kur vendosa që t'jetoj në 2014 në Tiranë, një shkrim rastësor nga Facebooku, as tek numri me Sajmir Kodrën. Do me thënë shtysa është bërë Olci Çala, një kolegu im, i cili ishte i treti gazetar në redaksin e emisionit Stop, ishin në përzjedhje, logoja kishte dal, po se qatë do ndodhte nuk e dinim, nuk e dija magjina, po investimin, impenjimin, do me thonë rrugës e si ka ecur sot, ka qenë thjesht rastësore. Olci Çala u bë shtysa ime dhe tha, hajde Odeta, sa ima njifte tipin, edhe tha, hajde Odeta, aplikoj herë. Takimi ishte thjesht, do me thonë, një mesazh në Facebook me një punëdhënës, një ecje tek oborri të vëklanit, qa ke bë, qa s'ke bë, po kështu, po, dhe mu dha një mikrofon. Dhe puna ime parë ka qenë një protest e PD-s. Përshëndesim Partinë Demokratike. Si ndjerë në ato momente? Presionin që mund të kesh pasur? As një lloj presioni. Ke qenë e qetë? E qetë. Dhe s'ishte era parë për ty? E qetë, vitëm isha me robat pa përshtatshme, sepse kam filluar të 10 vitet e fundit të rimatete dhe jo me taka. Se s'pre kështë veshur? Po, unë isha zonjush delikata atëherë, tu tam shumë. Unë thoni, etiketohesha speakera e lajmeve, kupton, sikur nuk dija të bëja këtë terrenin, por keni paju që terreni... Terreni pas po është një lloj alternimi i terrenit me studion ke emisioni jo. Sepse ka shumë gazetarë që provojnë terrenin, por që nuk e jepet mundësia që dalin në ekran. Neve këto mundësi e kemi, jemi munduar që ta shfrytëzojmë sa më mirë, kupton? Dhe se di. Ke pasur rast të Odeta? Tek Stopi, do me thonë, kam filluar në dhjetor të 2014 dhe Stopi ka startuar në 4 janar të 2015. Unë isha, do me thonë, tek ato
prurjet e para aty, kupton? Gjeta disa kolegë që ishin, sepse staf e dihet si të shkojnë nëpër televizione, ishin të ngritura, kishin punuar, unë isha hera parë, jo hera parë në gazetari, po gjithsesi gazetari terreni dhe investigative. Kjo është një gazetari që unë edhe sot nuk mund të them 100% që po, jam e aftë ta bëj këtë gjë ose e di këtë ligje, po sepse është një lloj risie, je çdo ditë në për qytetet të ndryshme, je çdo ditë duke njohur persona ndryshme, je çdo ditë duke njohur rregulla të reja, apo ligje, se na ndryshojnë çdo ditë ligjet. Dhe domethënë kjo është një lloj, unë e marr këtë punë si tem diplome, si tem kursi, si quheni si doni, si jam për ditë në vazhdim. Kjo është e bukur. Se po të ishte po njësoj, do me thënë që se do ishim kështu tullur tek një zyrë para kompjuterit. Dhe ishte po një punën tonë pëse do kaloshim ke poker. Po mirë, në një situatë si kleshme, ke pasur gjatë tyre 10 viteve të stafi? Sigurisht që kam pas disa situata dhe çdo risk, do me thënë çdo ditë është risk për situata. Si i menaxhon ti Odeta të situata? Se realisht i mresh me situatat e shumë personave dhe njerëz që janë dhe agresiv, raste që drejt ku janë dhe shumë Na e thuaj një rast për shkak që ke rast. Unë kam pas disa raste, do me thënë. Kam pas raste që kam vajtur për një situatë, do me thënë, kur ka qenë një zgjidhje martese, kujdestari fëmijësh, ku ankoi nëna, jati mund t'ishte, thuhet në televizion fjala gangster, ndoshta. E themi. Do me thëmë me vendime gjykatash, me gjë, dhe situatët tjetërsohet, sepse ai nuk merret më me ish bashkëshorten e tij, po merret me gazetarin. Ligji jo, se kur vin, do me thënë, tek ai vend ku 30 polic kthehen mbrapsht, gjithë patrullat policie kthehen mbrapsht, dhe ti si gazetari del përpara, nuk e di ose duhet t'jesh. Dhe po gjithsesi kjo lloj pune, do me thënë, fillim duhet t'jesh i çik tip aventurieri, ose t'jesh dhe tip dhe i guximshëm, ose guxim po të kesh dhe qetësinë. Personi në fjalë që të kërcënoi, pa të kërcënime me të konfrontim? Po sigurisht, më marr mikrofoni atë periudhë, do me thënë, mikrofoni, kërcënime të tipit, ulni kamerën, ju marr penk, ju marr këtu, ishte një subjekt që unë nuk guxova që të futesha në subjekt, hajde futu këtu, hajde pije kafen këtu, kupton? Domethënë situata që nuk do bish nivelin atyre, kupton? Sigurisht që ai tipi e përshëndes, se solli më vonë mikrofonin, kupton? Po ka pasur situata për shkak ku kanë zgjatur dhe pas kamerave, në sensin ditën tjetër mund të ketë ardhur dikush, sepse e the dhe vetë, nuk e ka më me personin fjalë, po me ty. Kjo ka qenë, domethënë, kjo ka qenë pjesa, domethënë, historia parë. Pastaj çuditërisht, ku dëgjon, sa mirë i përzgjedh temat kur ne i cakton me thënë drejtën, por edhe mund t'i japi dhe rastësore, varësisht si qëllon. Në momentin që, domethënë, unë kam kuptuar që unë jam magnet, kur thot Adelina Ismaili, gjë tjetër, unë jam magnet për, se di, përsa i përket notereve, po kur shkoj tek noterja, më kanosen burrat e notereve, nuk e di pse. Shkoj për noteren, pas çdo noterje fshihet në i burr gangster i noteres, që mund del përpara. Jo se më fut frikën. Dhe ti si patron për fare, aty dhe ti. Domethënë situata ka qenë e fierit, ku domethënë duke bërë punën time, më mbyll brenda, po qeshja herë se thash më duket çuditshme, më mbyll brenda noterisë? Po. Është e filmuar kjo? Po sigurisht. Okej, bashkë me është e filmuar dhe në mënyrë ironike, sepse kam një proces gjyqësor në Fier, gjyqtarja, që e përshëndesim, gjyqtarja është duke thërritur akoma dëshmitar për këtë ngjarje. Dhe pse ka pamje me zë dhe figurë, prap do zvarisi rotiri tashimi i Shqipërisë, do zvarisin proceset gjyqësore. Ti e hedhur në gjyq me emër mbi emër ti si person për rastin apo jo e ke hedhur ti në gjyq? Jo, unë kam paditur sepse unë gjatë punës time, domethënë unë ndjeva kërcënuar, mora peng sonza, kupton? Ai pengmarrja ishte Po në një farë mënyrë po. U dëmtua operatori, po. Je ndjerë në një herë, le të themi, ose ke pasur disa dyshime, ke ndjerë rrezik për jetën tënde, pra dhe ta lësh për gjysmë këtë lloj gazetarie? Jo, unë jam shumë besimtare. Duke marrë parasysh situatat që përjeton. Po, unë jam shumë besimtare në Zot. Dhe mendoj që çdo gjë është e caktuar. Kështu që edhe një shitse po të bëja, edhe një punë thjesht po të bëja. Më thonë edhe duke... Risk ka ku do, thua. Po, ka ku do, duke ishe mësuse. Ne kemi pa gjithë situatat që jo vetëm gazetaria, aq më tepër investigative, po edhe një profesion i thjesht,
Nëse është risk për të ndodhur aty, ndodh. Prandaj dhe unë, po ti shkon para risk. Unë shkon vetë, por di edhe ti, domethënë i shkruaj me dokumenta, ti menaxhon, i shkruaj me fakta. Është më mirë të shkosh se sa të dvija, kupton? Nga një anë, shkon e përgatitur. Para i shkurton rrugë gjysma punës. Është më e vështirë, ta ka bërë më të vështirë punën faktin që je një grua në profesion, në një gazetari investigative, kanë më shumë qasje, si që theve burrat shqiptar, gangster, të intimidojnë për faktin që je grua? Çuditërisht, nëse je mashkull, të sulmojnë femrat. Nëse je femër, të sulmojnë meshkujt e femrat. Nuk është se kam në thjesht fakti ti të qenë grua, besoj se është favorizim, se zbutat e robin, dhe kur i shkon me i personë, me i shkon një... Unë çuditërisht gjithë atyre personave që i kam shkelje, nuk më urrejnë. Dhe këtë e tregoj dhe pas kohës, domethënë. Nuk të urrejnë se kanë kuptuar rolin. Që nuk e kam unë problemin. Domethënë mund këtë lëviz ai personi që është drejtor në një institucion dhe prapë ka respekt për mua. Kjo është Më thotë, nuk e di ti e robin bar, më kërim detyrë. Shte madhe. Ka më mirë, por nëse ndalemi pak të jeta jote personale, se nuk e vetëm i tënde profesionale. Ke marrëdhënie tënde me vajzën, Hana, e cila është bën për pak bën 5 vjeç, por gjithashtu ti Odeta ke kaluar dhe një periudhë jo shumë të mirë të jetës tënde. Ke pasur një, le të themi, një kthim komplet të jetës tënde gjatë kohës së Covidit. Po. Tani, unë zushët qajmë këtu. Jo, sigurisht. E kam cekur këtë pjesë, e kam konsumuar, ka qenë pjesë e jetës time, normalisht. Si njeri fort në ekran, Unë personalisht e kam njohur Julin. Kam punuar me të dhe ka qenë një nga kolegët më të respektuar në televizionin ku kemi punuar dhe ka qenë në atë kohë ka qenë një lajm shumë i trisht për gjithë ne. Dhe di që jeta jote ka marrë komplet kthes tjetër, duke qenë se ti kishe edhe vajzën e vogël në atë periudhë. Të desh të bësh e fort për vajzën, apo jo? Po se ke dy mundësi, ose do qyra vitesh, ose do ecësh përpara. Tani... Ishte shumë e vështirë dhe si ke vazhduar, ke bërë një pauzë në atë periudhë, apo ke zgjedhur që të kthehesh direkt në profesion, të kaloje kohën? E mora të kohën e dur, po dhe shumë kohë, do me thonë, nuk doja ta merja. Nuk e shëndruar shumë gjatë, mbaj mend që ka dalë, ti ke postuar aso kohë, kur i ktheve sërish në punë. Po. Dhe kam bërë gjën më të duhur dhe mendoj që duhet ta kisha filluar më përpara, sepse puna, sado që janë, sepse punon tek një televizion 3 vitet e fundit, sepse ishim të njëjtit profesion. Po. Dhe në momentin që, do me thonë, shifja vëndet, gjëgjë aty, më kujtoshë gjëgjë, po më mirë, unë mendoj që nëse do ta luftosh diçka preke. Përballu. Dhe përballja më bëri shumë mirë, aq më tepër duke u marrë me hallet e njerëzve, harron hallin tënd. Po. Dhe jam penduar që nuk jam rikthyer më herët në punë. Tek media ku punoja. Sepse ajo më zhvilloi çdo ditë, domethënë më mësoi këtë jetën e re. Që kam dhe sot, që ma mbush Hana. Si është marrëdhënia jote me Hanën, ma fol pak? Si shoqe, mua më thot mami, më thot Odeta. Odeta, po dhe kthejnë kokën njerëzit që pse se të ke mësuar. Unë e kam lënë Hanën të lirë. Jo se prindërit e mi më kanë kufizuar, por duke qenë se kam qenë fëmija i madh në familje, gjithmonë, domethënë kam qenë, mua dhe sot kërkohet llogari nga babim, çuditërisht. Patjetër, si çdo babai ti kupton? Të jesh gjithmonë fëmijë. Po. Dhe domethënë kufizimet që mund t'i kem pas unë, nuk e le Hanës. Hana domethënë dua ta mësoj të lirë që t'i kuptoj vetë gjërat. Është shumë e përkëdhelme. I do gjërat ka shumë ngjashmëri me mua, përsa i përket rebelizmit, por ka një zbutje tjetër që është si e tërhequr. Megjithatë, edhe Hana cilën pjesë të është tip gazetarie. Ashtu, do ta bëni profesioniste. Jo, unë nuk e bëj asgjë. Hana e di vetë në televizor, çfarë thot? Po, për shembull, të pëlqen, si duket, ka qef të jetë ajo si ty? Po, ka qenë 1 vjeç e gjys. Më dhe kur rinte me ato rrethorat që i quajmë neve të karroca që lëvizin fëmijët para ekranit. Dhe ishte një ditë sepse emisioni transmetohet, neve e shohim nga shtëpia. Ne po e di persona që jemi aty. Dhe
ishte fëmija e vogël, më thënë vjeç, e gjys, shiko në ekran, shiko live. Shiko në ekran, shiko live. Aty u mësu. Se që shifta ato kronikat e mija vinte afër televizorit, pastaj u mësu edhe kur do të kërcënoj në njëri, nga kopshi, nga lagja, apo kudo, jam hana stopit. Jam hana stopit. Jam hana stopit. Dhe ka bërë shumë mirë. Cilën pjesë të karakterit ka marrë nga ty dhe cilën nga Juli? Do më thënë, qëfar ka ajo që ty ndoshta ta kujtojnë gjithmonë të ka i? Gjestet e qëndrimit, që 5-6 muaj shëmbanta të dorën kështu kur ulesh e Juli, do më thënë, një. Qetësin ka marrë nga Juli, por atë rebelizmin tim. Kupton, se ne kemi qenë të dy britsjap, po, unë nuk e di se ku e kam, unë varë se qa shëndendi do kemo. Janari apo dhjetori? Janari, ashtu. Unë jam britsjap dhjetori, por britsjap e janarit janë gjithmonë, jam pak më rebele dhe më... Janarit, po. E vërteton. E vërteton. Pas e varë nga shëndendin. Pa tjetër. Odet, i ke kaluar shumë pjesë të profesionit tënd, i ke prekur gjitha etapat. Ke ndonjë gjë në një ëndër tënde që ti do patjetër të realizosh sa i përket profesion? Profesionit? Po. Se di, tani unë besoj se vjen me moshën. Do kisha dëshirë që të bëja dhe në i këshu shkollë regjie, këtë për shef, ta kemë për kulturë. Po, se di, do me thënë koha, nuk kemi fare kohë, do me thënë, se është, do me thënë... Je në kohë, por s'ke kohë. Jam në kohë, por s'kam kohë, po dëshira madhe, do me thënë, nuk më mungon. Besoj se gjitha i kam bërë, do me thënë, me kalimin e kohës, normalisht që ka dhe sferat të tjera. Tani, 100 vjetë zë dalin për stopi më. Po me gjitha të, unë besoj që më pëlqen shumë gazetaria huaj, sepse e ruan atë gazetarin, dhe i vlerëson profesionalizmi një tiparet e jashme. Dhe unë besoj se një dit, kam besim që një dit, edhe mediat shqiptare do të shkojnë drejt asaj tendence, duke e vlerësuar. Duke dalë pension në gazetari. Urojnë. Shpresojmë. Se nuk duam bëhemi këngëtarë, jo të luta. Nuk duam bëhemi këngëtarë. Nuk i dihet si dihet. Jo të luta. Me ne këngë që për shef, po. Si që kam bërë gjithë. Po, pra. Me i bashkëpunim. Po, na eci, provojmë fatin të ke fundit. Odet, shumë faleminderit që erdhe, je shumë e mirë, shumë suksese në profesionin dhe misionin të në Bitgjita, se gazetaria investigative në Bitgjita është mision. Edhe e patë që gocën të lumtur e me jetë të gjatë dhe qofë të doja shumë të mira si që jeni gjithmonë. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë. Mirë, ikim në një pauzë shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak me numra Arti, cirku. Ecim.